Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. U zhvillua sot me qytetarët konsultimi publik për hartimin e buxhetit për vitin 2026, paketës fiskale për vitin 2026, projekt buxheti afatmesëm 2026-2028 për Bashkinë Lushnjë. Në ambientet e Muzeut Historik u zhvillua konsultimi publik për hartimin e buxhetit për vitin 2026, paketës fiskale për vitin 2026, projekt buxheti afatmesëm 2026-2028 me pjesëmarrjen e pushtetit vendor që kryesoi nga kryetarja e Bashkisë Eriselda Sefa, dy anëtarë të Këshillit Bashkiak të opozitës, administratorët e rajoneve të Bashkisë dhe qytetarë. Disa nga problemet për të cilat u diskutua ishin rikonstruktimi rrugëve të qytetit, mungesa e vendparkimeve të automjeteve, ndërtimi një muri rrethues tek varrezat publike, edhe probleme të tjera që shqetësonin qytetarët. Ashtu si çdo vit në këtë periudhë, edhe sot jemi këtu për të diskutuar bashkërisht prioritetet që ju mendoni që ne të duhet të përfshijmë në buxhetin e Bashkisë për vitin 2026, të cilat do t'jenë investimet, të cilat duhet i parashikojmë ne, por patjetër edhe zonat zhvillimore apo ndryshimet e politikave fiskale që Bashkia Lushnjë do të propozojë në Këshillin Bashkiak në muajin nëntor dhe në muajin dhjetor. Nuk kemi rrugë, ke ardha atje ke ecat qaku edhe ke lënë pa asfalt. Ndriçim s'kemi. Rrugët copa. Takët i paguaj të gjitha. Me takët tona madhe dhe shteti, më bëj rrugën, mos po të rikoj buk, as lek, hua. Dua rrugën, si gjithë kryetarët e Lushnjës. Që t'iken fëmijët e mi dhe tut, t'iken vjen shkollë dhe mos bëhen me balë. Është e kontratat që ne kemi të vitit 2025, kështu që do t'jetë një rrugë që do të finalizohet me asfaltim dhe ndriçim shumë shpejt. Nga postobloku deri ke Çollaku, midis shinave dhe trotuarit, ekziston një hapësirë goxha e madhe, nuk di ta them me metër se sa. Aty ecin banor apo individ të moshave të ndryshme. Shpesh i shikojmë që nuk e përfundojnë dot ecjen deri në fund. Do duhen të ulen poshtë në tokë për të qetësuar. Çfarë mund të bëjmë për atë hapësirën që është midis shinave dhe trotuarit? Shqetësimi më i madh fare, parkimet. Një tmerr pas orës 7 nuk ka shans, 7 edhe shumë, më pak. Nuk ka shanse ti gjesh vend parkosh për një nevojë imediate të tënden. 3 vite më parë i kemi drejtuar zyrtarisht një kërkesë, por të cilën do t'i kërkoj stafit të ri bëjmë përsëri, drejtuar drejtorisë e kurudhave, ku i kemi kërkuar që të na lejojë që ne të zgjerojmë qoftë edhe 2 metër të tjera, trotuar ose ta bëjmë me një hapësirë të gjelë bërbari në mënyrë që qytetarët kanë mundësi për të kaluar dhe për të vendosur stola, por nga ana e tyre na ka ardhur një përgjigje refuzuese. Gjithsesi ne do t'ja ripërcjellim përsëri në kuadër të kërkesave të qytetarëve. Çështja e parkimit është një çështje që kemi ngritur në çdo mbledhje Këshilli Bashkiak dhe unë kam qenë e hapur dhe vazhdoj të jem e hapur që gjithë ju si këshilltar na sillni ndonjë propozim konkret se ku duhet të ndërhyjmë për të ndërtuar një parkim nën toksor, e cila do të ishte zgjidhja e vetme. Si qytetari i lagjes ka dërgjysi, është një problem për varrezat publike që është një turp për gjithë qytetin. Këtë e kam shtruar në disa herë në Këshill, që varrezat ka dalë në rrugë, varrezat duan një mur rrethues, siç e meritojnë. Jo në atë gjendje që janë. Është dhe një pikë tjetër. Në rrugën Darsia, përpara shtypshkronjës. Është një kanal i hapur që të gjithë ajo unazë që ju bët investimin atje si bashki, derdhen të gjithë ujërat e zeza. Është e papranueshme. Derdhen ujërat e zeza. Vërtet një problematik që ne duhet të hyjmë në mënyrë emergjente, kështu që patjetër që do të jetë një nga prioritetet dhe rrethimi i gjithë varrezave publike në mënyrë që të japim dinjitet dhe atyre që janë atje, por patjetër të japim edhe një formë tjetër rrugës nga ana urbane. Faleminderit. Është një sugjerim me shumë vend. Konfliktohen me thika nën efektin e alkoolit 3 persona në orët e vona të së dielës në fshatin Golemi Madh.
Të plagosurit kanë marrë plagë të shumta në trup dhe ndodhen në spitalin e Lushnjës, jashtë rrezikut për jetën. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e para të së dielës në fshatin Golem i Madh në Lushnjë. 3 persona, BT 58 vjeç, KT 20 vjeç dhe DM 37 vjeç, kanë qenë duke konsumuar prej disa orësh alkool në një prej lokaleve të fshatit. Për motive të dobta, të 3 personat e sipërpërmendur janë konfliktuar me mjete prerse, thika nga ku kanë marrë plagë të shumta në trup dhe janë transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës, në urgjencën e kirurgjisë, ku janë ende nën kujdesin e mjekëve. Sipas bluzave të bardha, të 3 janë në gjendje të stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Uniformat blu të Komisariatit të Policisë Lushnjë po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes, që sipas të dhënave paraprake ka ndodhur për motive të dobta dhe nën efektin e alkoolit. Përkeqësohet gjendja e naftëtarëve në Marines në ditën e 13 të grevës së urisë. Grevistëve ju bashkuan përfaqësuesi i organizatës Drejtësi Sociale dhe përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve. Shteti shqiptar na ka braktisur në mëshirë të fatit. Kjo sjellje indiferente përballë fatit të punojësve është njerëzore, shprehen naftëtarët grevist në ditën e 13 të grevës së urisë në Marines. Kemi bërë sot edhe një grevë para zyrave, një protest para zyrave të Bangërësit, ku kemi bërë thirrje e kolegëve atyre që pak me nënshtrim dhe pak nga që nuk kanë zgjidhje janë kthyer në punë, për t'u bashkuar grevës. Është grevë për dinjitet, jo vetëm për ekonomi, pasi ekonomia pa dinjitet nuk ka shumë vlerë. Vazhdoni të bani kontakte me punëtorët që janë bashkuar tashmë vendburimit? Po, i bëjmë thirrje akoma për të rikthyer. E dim që gjendja e tyre ekonomike nuk ja lejon, të paktën të bashkohen në bazë orarit të punës. Mua më duket të harruar këtu mirë nga kjo kompani që ne na përshtrohen gjithkohës, po më duket se po harrohemi edhe nga ky shteti jon që ne kontribuojmë me të gjitha mundësitë që kemi, duke paguar taksa, duke suportuar, duke çdo gjë për këtë vend, për të sakrifikuar, për të ndenjur këtu e për ta zhvilluar këtë vendin tonë. Me sa po shikojmë. E prisni një neglizhencë të tillë nga shteti shqiptar? Jo, nuk e prisni. Kur unë nuk kam mbështetje nga shteti im, nga babai i kombit, çfarë do presim tjetër? As kryeministër, as president, as njerëz po merr këtu. Këto janë gjëra koti. Po su ndjen ata dhe ne. Grevistëve sot ju është bashkuar dhe përfaqësuesi i organizatës Drejtësi Sociale Gentian Sejrani, i cili në prononcimin e tij mediatik ka pohuar se kërkesat e punojësve janë përcjellë edhe në institucionet më të larta ndërkombëtare, teksa ka vënë theksin te rëndësia e reagimit të shtetit shqiptar. Së pari, më vjen keq që akoma nuk ka reagim nga institucionet qendrore për sa i përket të zgjidhjes së kësaj situate. Shoh naftëtarë të cilët janë përkeqësuar nga ana shëndetësore dhe shoh naftëtarë të cilët kanë nevojë për ndërhyrjen e shtetit shqiptar për të bërë atë negocimin midis tyre dhe kompanisë që është për mua një nga kompanitë problematike për sa i përket respektimit të drejtave të punëtorëve. Ne në fakt kemi ardhur këtu sot për të thënë që e kemi dërguar këtë gjë dhe këtë problematik edhe në pranë institucioneve të OKB-s. Jemi drejtuar me email nëpërmjet sindikatës dhe në organizata shoqërisë civile Komitetit për të drejtat e njerëzit për të pasur dhe një reagim nga ana e tyre për sa i përket shkeljes së drejtave të njerëzit që po i bëhet këtyre punëtorëve në vendin tonë dhe jo vetëm këtyre punëtorëve, por familjeve të tyre. Jemi duke menduar që do të drejtohemi sërish edhe Komitetit për të drejtat sociale në Këshillin e Europës për të marrë ata një ankesë nga ana e këtyre punëtorëve për të marrë ata masat më njëhershme kundrejt qeverisë tonë, duke ditur që qeveria shqiptare po pretendon dhe po synon që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Dita e 13 e grevës ka nisur me një tubim para zyrave të kompanisë, ndërsa për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, 2 prej grevistëve, Dorian Dylmishi dhe Eduard Selami, nuk janë më pjesë e grevës, duke reduktuar numrin e tyre në 8. Në mbështetje të grevistëve, para ditën e sotme kanë shkruar pranë tyre edhe përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve. Kreu i saj, Bashkim Velçani, pohoi se është në mbështetje të plotë të kërkesave të grevistëve. Unë mbështes të grevë me gjithë shokët e mi, edhe për faktin sepse ne një pjesë do kemi marrë statun e naftarëve. Dhe këta janë në drejtën tyre nëse është një ankopik, se nuk e di saktë me thënë. Prandaj e mbështes plotësisht. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkuan sot votat në kuvend që miratojnë ngritjen e komisioneve për reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ranë dakord sot në kuvend për miratimin e ngritjes së 2 komisioneve të posaçme parlamentare.
Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili u miratua me 113 vota pro dhe 3 kundër, dhe Komisioni i Reformës Territoriale, që u miratua me 115 vota pro dhe 3 kundër. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se këtë vendim Partia Demokratike e mori për 2 arsye. Ne sot votuam ngritjen e këtyre komisioneve për 2 arsye themelore. Spari janë një seri e pafundme e rekomandimeve të OSBE-Odirit, të cilat ne i kemi pranuar dhe besojmë se janë të rëndësishme. OSBE-Odir ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe në raportin e fundit damkosin në mënyrë përfundimtare si një farsë e shëmtuar zgjedhore zgjedhjet e 11 majit. Në këtë kontekst, ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që orientimet e drejta dhe rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonë se deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kur si qytetarë të lirë. Kjo është e vërteta. Së dyti, reforma territoriale ishte një antireform në të cilën u vendoste standardet e pabarazisë maksimale. Mjafton të rikujtoj këtu se qarku i Gjirokastës me 120.000 banor ka 7 njësi, qarku i Tiranës me mbi 1 milion banor ka 4 njësi. Sigurisht që ne do bëjmë gjithçka që këto padrejtësi maksimale të largohen, të anullohen. Dhe kjo mendimin e Kongresit të autoriteteve lokale dhe regionale të Këshillit të Europës. Pra, kjo është arsyeja sepse ne i votuam këto 2 komisione, ndonë se me bindjen më të thellë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, me Edi Ramën nuk ka votë të lirë dhe është vetëm vendimi i qytetarëve, ai që do u rikthejë shqiptarëve votën, është përpjekje opozitës ai që do rikthejë shqiptarëve votën. Sa i përket përbërjes së komisioneve, do të ketë secila nga 16 antar. Në komisionin e zgjedhores, 7 antar do t'i përkasin Partisë Socialiste dhe 7 Partisë Demokratike. 2 antar do të jenë nga partitë të cilat në zgjedhjet e 11 majit kanë fituar të paktën 2 mandate, përkatësisht Partia Social-Demokrate dhe Partia Mundësia. Ndërsa në komisionin e territoriales, Partia Socialiste do të ketë 8 deputet, Partia Demokratike 6, ndërsa një përfaqësues do të jetë i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe një përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë. Ukraina sulmon Rusin me rreth 200 dronë gjatë natës, duke detyruar që të mbyllë 2 aeroporte të Moskës. Ukraina sulmon me gati 200 dronë gjatë natës Rusin, pas deklaratës së dieshme të Putinit që po provonte një armë të re bërthamore. Ministri i Mbrojtjes rus tha se kanë rrëzuar 193 dronë, përfshirë 34 që kanë fluturuar drejt Moskës. Pas këtij sulmi, Rusia u detyrua të mbyllë përkohësisht 2 prej 4 aeroporteve të Moskës. Informacione të sakta mbi dëmet ende nuk ka. Kievi ka bërë të qartë më parë se sulmet e tij kanë për qëllim shkatrimin e infrastrukturës kyçe që ndihmon agresionin rus ndaj vendit fqinj, siç janë aftësitë e saj për prodhimin e naftës. Sipas autoriteteve ukrainase, këto veprime janë pjesë e një strategjie të re për të dobësuar makineritë luftarake të Kremlinit dhe për t'i treguar Moskës se lufta nuk është më e kufizuar brenda kufive të Ukrainës. Sulmet ndodhin në një kohë kur lufta ka hyrë në vitin e 3 me frontet e betejës që mbeten të ashpra. Sulmi ndodhi pak kohë pasi Washingtoni njoftoi se po shënjestronte 2 kompani të rëndësishme ruse të naftës e gazit, Rosneft dhe Lukoil, me sanksione të gjëra që synojnë pengimin e fluksit të parave të cilat ndihmojnë luftën e Kremlinit. Masat e bëra publike të mërkurën ngrinë asetet e 2 prodhuesve kryesor të naftës në Rusi dhe u ndalojnë subjekteve amerikane të kryejnë biznes me ta. Sekretari thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Besant, e bëri të qartë se sanksionet ishin një përgjigje drejt për drejt ndaj refuzimit të Putinit për t'i dhënë fund pushtimit të tij në Ukrainë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.